Mbrëmjen e dieshme, Neda Balluku ishte ftuar në Goca dhe Gra për të folur rreth divorcit të saj me ish-partnerin Ogren Balluku pas 15 vitesh bashkëjetese, si dhe për botimin e librit të saj I dashur ti je trap. Neda ishte ulur krah Rozana Radit, me të cilën pati përplasje të forta gjatë BBV, ku Rozana ishte konkurente, ndërsa Neda opinioniste dhe dukshëm kishte hatërmbetje mes tyre. Libri del kur divorci bëhet publik, është një rastësi, e pyeti Rozana Nedën, ndërsa kjo e fundit ju përgjigj. Nga ty e pres këtë pyetje, por sigurisht që është tërësisht rastësi, sepse nuk bëhen shaka me gjërat e jetës. Unë dita ndaj shumë mirë punën time publike dhe situatat e mia familjare. Mëtej, Rozana e pyeti Neden se si e menaxhon dashurinë e ekran, kur dashuria e saj po përballet me dyert e gjykatës, ndërkohë që është autore e një programi dashurie si Përputhen, ku mëson rinin si të dashurohet. Ti thuesh një gruaje që sapo ka humbur një dashuri të vetën të madhe, se si do shkosh tua mësosh të rinjve, nuk është okej, tha Neda. Pasi u shpreh se nuk është detyra e autoreve të mësojnë të rinj si të dashurojnë, por janë ata që I tregojnë publikut se si dashuron brezi I ri. Duke qenë se nuk e keni sapo humbur, por thatë që kemi disa vite që jemi ndar, nuk qëndron kjo që thatë, ja ktheu Rozi. Mëtej, një tjetër pyetje që Rozi I bëri, Nedesht ishte: pam kopertinën e librit tuaj dhe ju mbanit mbi emrin e ish-bashkëshortit. Mbrëmjen e dieshme, Neda Balluku ishte e ftuar në Goca dhe Gra për të folur rreth divorcit të saj me ish-partnerin Ogren Balluku pas 15 vitesh bashkëjetese, si dhe për botimin e librit të saj I dashur ti je trap. Neda ishte ulur krah Rozana Radit, me të cilën pati përplasje të forta gjatë BBV, ku Rozana ishte konkurente, ndërsa Neda opinioniste, dhe dukshëm kishte hatërmbetje mes tyre. Libri del kur divorci bëhet publik, është një rastësi, e pyeti Rozana Nedën, ndërsa kjo e fundit ju përgjigj. Nga ty e pres këtë pyetje, por sigurisht që është tërësisht rastësi, sepse nuk bëhen shaka me gjërat e jetës. Do vazhdoni ta mbani mbi emrin e tij? Unë mendoj që është një linjë shumë e hollë ndërmjet të ndarit biseda shumë të rëndësishme dhe llafe grash. Edhe pyetja jote që sapo bëre është pak llafe grash, tha Neda duke qeshur në mënyrë ironike. Rozana, jo, mbi emri nuk është llafe grash. Neda, ka mbaruar bigu, Rozana. Nëse nuk mund të përgjigjesh, thuaj thjesht nuk di ose nuk mund të përgjigjem. Pas transmetimit të intervistës, reagimet në rrjete sociale nuk munguan. Pjesë e madhe e publikut e komentoi qëndrimin e Neda Ballukut si arrogant dhe përçmues, duke vënë në dukje mënyrën ironike dhe tonin e saj gjatë përballjes me Rozanën.